Në qytetin e vogël të Greenwoodit, një mister që kishte ngatruar banorët për më shumë se një dekadë ishte gati të zbulohej, dhe në mënyrën më të papritur që mund të imagjinohej. Një djalë që dikur ishte zhdukur pa lënë gjurmë, u shfaq papritur në buzë të pyllit. Por nuk ishte më ai fëmia që ata mbanin mend. Ishte adoleshent, i thinjur nga vështirësitë dhe me plagë në fytyrë që tregonin më shumë se sa fjalët mund të përshkruanin. Banorët mbetën të shokuar, dhe në buzët e të gjithëve lindte e njëjta pyetje. Çfarë kishte ndodhur me të gjatë gjithë këtyre viteve të humbura? Por kur më në fund ai hapi gojen, u kuptua se pylli nuk kishte fshehur vetëm vendodhjen e tij, kishte fshehur shumë më tepër. Jenny ndezi një qiri të vogël pranë fotografisë së djalit të saj. E mori kornizën në duar dhe i dha një puthje të butë faqeve të tij të mbushura, ashtu siç bënte çdo ditë gjatë 11 viteve të fundit. Kishin kaluar saktësisht 11 vjet që kur ajo i kishte parë për herë të fundit Nathanin. Sot ishte përvjetori i ditës kur ai ishte zhdukur. Ajo e kujtonte ende sikur të ishte ajo ditë e njëjtë që ndodhi atë ditë. Nathani ishte zgjuar herët si gjithmonë në mëngjesin e ditëlindjes së tij. Kishte hyrë me vrull në dhomën e Jenit, duke kërcyer në krevat dhe duke qeshur e bërtitur ndërsa përpiqej ta zgjonte. Ajo i kishte përgatitur mëngjesin e tij të preferuar, petulla të mbuluara me surup panje, dhe i kishte dhuruar disa nga dhuratat më të vogla që kishte blerë. Por dhurata më e madhe ndodhej në mes të dhomës së ndenjes, duke pritur të hapej kur Nathani të kthehej nga shkolla. Deri më sot, ajo dhuratë nuk ishte hapur kurrë. Ishte një ditë e zakonshme prilli. Dielli ndriçonte rrugicat e lagjes dhe zogjt këndonin përmbi çatit e lagështa nga shiu i një nate më parë. Nathani kishte marrë çantën e tij të kuqe me superheronj dhe kishte dalë nga dera me nxitim, ndërsa Jenny i bërtiti. Mos haro xhupin, se po fryn era. Ai ishte kthyer, e kishte marrë me dorën e majtë dhe i kishte dhënë një të qeshur të butë që Jenny nuk do ta haronte kurrë. Ishte ora 15:15 kur autobusi shkollor kishte ndalur në stacionin e zakonshëm, por këtë herë Nathani nuk kishte zbritur. Shoferi kishte ngritur supet, duke thënë se ai nuk kishte qenë në autobus fare. Arsimtarja kishte thënë se nuk kishte ardhur atë ditë në shkollë. Askush nuk e kishte parë më parë. Thjesht kishte humbur pa gjurmë. Ditët e para, u mendua se ndoshta Nathani kishte ikur vetë. Ishte ditëlindja e tij. Ndoshta kishte dashur të luante fshehurazi. Por ndërkohë, kalonin orët, pastaj ditët, dhe Jenny e Xheku, babai i Nathanit, nisën të ndjenin një tmerr që rritej për ditë. Policia nisi hetimet menjëherë, u organizuan kërkime në pyll pranë shtëpisë, u përdorën qenë gjurmues, helikopter dhe mbi 20 vullnetar që kontrolluan çdo cep të zonës. U intervistuan fqinjet, mësuesit, miqt, por pa asnjë të dhënë konkrete. Vitet kaluan dhe me kalimin e kohës njerëzit ishin të dorëzuar. Dosja e Nathanit u bë një nga ato rastet e të ftohta. Prindërit e tij e prorët e policisë thoshin se ata nuk po e përballonin mirë humbjen. Jenny ra në depresion, ndërsa Xheku nisi të pi. Familja që dikur ishte e lumtur dhe ngrohtë u kthye në një hije të vetvetes. Ishte një mëngjes i zymt në nëntor. Jenny po përgatiste kafen, si zakonisht në heshtje. Syt i kishte të rënduara nga mungesa e gjumit, ndërsa në murin përballë fotografia e Nathanit, tani e zverdhur nga koha, i kujtonte çdo ditë plagët që nuk shërohen. Pa pritur telefoni ra, një numër i panjohur. Alo, tha ajo me një zë të lodhur. Në anën tjetër të linjës ndëgjoi një zë të dridhur. Jam unë, Nathani. Kupa i ra nga dora. Zemra ju ndal për një çast. Ajo nuk po besonte. Çfarë the? Pëshpëriti me zërin që mezi i dilte. Jam gjallë, jam mirë. Ju kam kërkuar për vite me radhë. Jenny qau, jo me lot gëzimi me njëherë, por me një dridhje në trup, si të ishin gjallur të gjitha dhimbjet njëherësh. Ishte ai,
Ishte zëri I tij, pak më I trash, por I njohur deri në palc. Djali I saj ishte gjallë. Kur policia ndërhyri dhe hetimet rifilluan, u zbulua e pa imagjinueshmja. Natani ishte rrëmbyer ditën që kishte dalë nga shtëpia. Një burr, I cili kishte qenë mik I largët I familjes së Xhekut në të kaluarën, e kishte marrë nga rruga duke joshur me një lodër që I kishte dashur gjithmonë, një dron fluturues. Ky burr, I cili jetonte në një qytet tjetër, kishte falsifikuar dokumente dhe kishte paraqitur Natanin si djalin e tij të birësuar. Djaloshi ishte rritur duke besuar se nëna e tij kishte vdekur në një aksident dhe se babai I tij e kishte braktisur. Por me kalimin e viteve filloi të ndjente se diçka nuk shkonte. Ai nuk ngjante fare me familjen e tij të re dhe kishte kujtime të turbullta të një shtëpie tjetër, një gruaje me sy të ngrohtë dhe të qeshur. Në moshën 17 vjeçare, filloi të jetonte vetë. I ra në dorë një vjetërsi telefoni I burrit që e kishte rritur dhe aty gjeti disa fotografi dhe mesazhe të fshira që e quan drejt emrit të tij të vërtet, Nathan Baritini. Duke kështu kërkuar për të gjetur prindërit biologjik. Ditën kur më në fund do ta shihnin djalin e tyre pas 11 vitesh, Jenny dhe Xheku nuk dinin as si të merrnin frym. Kishin kaluar net pa gjumë që kur morën telefonatën. Zemra u rrihte fort sa herë shikonin orën, duke pritur të vinte momenti. Kur dera u hap dhe Natani hyri në dhomë, duke mbajtur një çantë të vogël në dorë dhe me syt plot ndjenje, koha sikur u ndal. Jenny u ngrit ngadalë nga divani. Nuk tha asnjë fjalë, thjesht e pa. Sytë e saj u mbushën me lot. Kishte para vetes jo më një voglush, por një djalë të gjatë me trup të hollë, por që mbante të njëjtin vështrim të butë si dikur. Nathan, tha ajo me zë të dridhur. Djali hodhi çantën në tokë dhe veproi drejt saj. U përqafuan fort pa folur. Lotët e rridhnin në heshtje nga të dy. Ai e mbante nënën e tij pas 11 vitesh, ndërsa ajo e shtrëllonte me gjithë forcën e shpirtit të saj, si të donte të mbante aty atë përgjithmonë. Xheku që rinte më pas u afrua ngadalë. Natani e pa, hezitoi për një çast, por pastaj hapi krahët dhe veproi drejt tij. Babi, tha, djali im, I përshpëriti Xheku, duke përqafuar me duart që I dridheshin. Ishim bashkë më në fund, familje e tyre e cile ishte thyer copash 11 vite më parë, po ribëhej me copa të ngadalta, të dhimbshme, por të vërteta. Në atë dhomë të vogël plot kujtime të trishta, ndodhi një nga momentet më të fuqishme të jetës së tyre. Një përqafim që nuk kishte nevojë për fjalë, një zemër që më në fund ishte kthyer në vendin ku I përkiste. Rikthimi I Natanit nuk ishte fundi I historisë, ishte vetëm fillimi I një kapitulli të ri, një kapitull I mbushur me emocione të përzjera, pyetje pa përgjigje dhe dhimbje të pashëruar. Pas përqafimeve të para dhe lotëve të gëzimit, erdhi heshtja. Heshtja e atyre që nuk dinin si të flisnin për vitet që kishin humbur. Natani kishte ndryshuar, nuk ishte më fëmia I pafajshëm që kishte humbur. Tani ishte një adoleshent që kishte jetuar me një emër tjetër, me një histori tjetër, me një nën tjetër që I kishte thënë për vite se prindërit biologjik e kishin braktisur. Ai fliste pak, rinte më shumë I mbyllur në dhomën e tij. Jenny ndjente që ai donte të fliste, por nuk dinte si. Ajo nuk e ngacmonte, vetëm rinte pranë tij, shpesh duke I sjellë ushqim në dorë ose duke u ulur pranë pa folur. Ishte një prani e heshtur, por e qëndrueshme. Xheku nga ana tjetër përpiqej të fliste me të për sportin, për shkollën, për jetën. Natani përgjigjej shkurt. Kishte ditë që buzëqeshte pak dhe ndonjëherë edhe qeshte, por kishte edhe net që dilte nga dhoma dhe qëndronte në korridor me orë të tëra, si I humbur. Një natë, ndërsa po pinin çaj, Natani pyeti papritur. Mami, pse nuk më gjetët më herët? Zëri I tij ishte I ulët, por pyetja ras si një bombë. Jenny ndjehu sikur zemra I ndaloi. U përpoq të përgjigjej, por syt I mbushën me lot. Ne nuk ndaluam kurse kërkuari, zemra ime. Ne nuk pushuam kurse të dashuri. Çdo ditë, çdo natë, I tha ajo, duke e marrë dorën e tij në të sajën.
Ai e uli kokën dhe për herë të parë që nga dita e ribashkimit qau, jo si një fëmijë, por si një shpirt i thyer që më në fund po lejonte veten të ndjente. Xheku i përqafoi të dy. Ata qëndruan ashtu të përqafuar për më shumë minuta, pa fjalë, por me një ndjenjë të fuqishme që kishte munguar për shumë gjatë. Ishte fillimi i shërimit, i vështirë, i ngadalshëm, por i mundur, dhe mbi të gjitha i sinqert. Pas ditëve të para të heshtura, ku gjithçka dukej si një ëndër e paqartë, Natani filloi të ecë ngadalë drejt normalitetit, por për një djalë që kishte jetuar për gati një dekadë me një identitet të re, fjala normalitet ishte shumë e komplikuar. Ai duhej të mësohej me emrin e tij të vërtet, Nathan. Për vite me radhë e kishte quajtur Aiden, dhe për një kohë të gjatë, sa herë dikush e thërriste me emrin Nathan, ai nuk reagonte menjëherë. Ishte si të fillonte nga e para, të mësonte veten. Jenny e kishte ftuar një psikolog familjar që vinte në shtëpi një herë në javë, jo për ta detyruar Nathanin të fliste, por për t'i dhënë atij një mundësi të shprehej kur të ndjehej gati. Në fillim, ai refuzoi, rinte në cep të divanit duke mos folur asnjë fjalë. Por pas disa javësh filloi të hapte gojen. Një fjali të shkurtër, një ndjesi, një kujtim, dhe psikologu e inkurajonte me shumë delikatesë. Pjesa më e vështirë ishte shkolla. A do të më shohin ndryshe? Pyeti ai një mëngjes ndërsa Jenny po i përgatiste mëngjesin. Nuk ka rëndësi si të shohin të tjerët, zemër. Ajo që ka rëndësi është kush je ti dhe çfarë ndjen ti për veten. Por pyetja e tij nuk ishte naive. Fëmijët në shkollë mund të jenë të egër dhe historia e Nathanit ishte bërë publike. Disa e shihnin me kuriozitet, të tjerët me keqardhje. Por kishte edhe nga ata që bënin pyetje të vështira, të panevojshme që e bënin Nathanin të ndihej si një i huaj. Ai filloi të izolohej sërish, por këtë herë ndryshe, jo nga frika, por nga lodhja. Ishte i lodhur të shpjegonte veten, të arsyetonte pse kishte munguar dhe pse kishte një emër tjetër. Pse fliste me tone që nuk përputheshin me mënyrën si fëmijët e tjerë që silleshin. Një ditë, një djalë nga klasa, Benjamini, u ofrua gjatë pushimit. E di që është e çuditshme, por nëse do, mund të rrim bashk. Nuk dua të flas për gjërat që ke kaluar. Thjesht të jesh me dikë pa pyetje. Ishte një dorë e zgjatur, dhe Nathan për herë të parë ndjehu se nuk ishte i vetëm. Marrëdhënia me Benjaminin ishte hapi i parë. Pastaj erdhën të tjerët, nxënës që e pranuan për atë që ishte sot, jo për atë që kishte ndodhur dje. Dhe pak nga pak, Nathan filloi të ndërtonte një identitet të ri, të tij të vërtetin. Jo më Aiden, por Nathan, një djalë që kishte kaluar një fer, por që nuk ishte thyer. Disa muaj pas takimit të Nathanit, një telefonat ndryshoi ritmin e jetës sërish. Gjykimi i dorës do të mbahet muajin tjetër, dhe avokatja që po merrej me çështjen. Nathan është në listën e dëshmitarëve, por nuk do të detyrohet të flasë nëse nuk është gati. Kur Jenny ja përmendi Nathanit, ai nuk foli për disa minuta. E shikoi nënën me sy dhe tha: "Dua ta shoh." Ishte e vështirë të kuptoje çfarë ndjente. Zemërim, mall, frikë, apo thjesht nevojë për përballje me të shkuarën. Dita e gjyqit ishte e ngarkuar me emocione. Salla ishte mbushur me gazetar, punonjës të shtetit, familjar dhe disa të huaj që thjesht kishin ndjekur rastin për vite me radhë. Kur Dora hyri e shoqëruar nga dy policë, sytë e saj kërkuan me një Nathanin. Ai nuk e uli kokën. Dora nuk ishte më ajo figura e ëmbël që kishte kujtuar ai dikur. Kishte thinja, sy të thatë, dhe s'dukej më si mamaja e mirë që e mësoi të ngjiste biçikletën në moshën 6 vjeçare apo i këndonte para gjumit. Tani, ajo ishte një grua që kishte rrëmbyer një fëmijë nga nëna e tij, e kishte mbajtur larg botës dhe i kishte mësuar të mos kishte as identitetin e vet. Nuk kam dashur të lëndoj, tha ajo në një moment të dëshmisë së saj. E kam dashur si djalin tim. Zëri i saj nuk përcolli ndjenjë pendese. Ishte më shumë një justifikim, një grua që donte të mbrohej nga pasoja. Kur e pyetën nëse donte të fliste, Nathan heshti për një çast. Pastaj me zë të ulët, por të qëndrueshëm tha:
Ajo më bëri të besoj se nuk më donte askush tjetër. Më tha se nëna ime më kishte braktisur, por nuk ishte e vërtet, dhe tani e di kush jam, dhe nuk më frikson më. Ishte një moment ku të gjithë heshtën. Ai djalë që dikur mezi e shihte veten në pasqyrë, tani qëndronte në këmbë i palëkundur përballë gruas që ja kishte marrë fëmijërinë. Gjykata dënoi Dorën me 20 vjet burg për rrëmbim, mashtrim dhe abuzim emocional. Por për Natanin ajo nuk ishte fitoria më e madhe. Fitoria ishte fakti që kishte guxim të shikonte në sy dhe të thoshte: "Ti nuk ma dëfton më jetën." Pas përfundimit të gjyqit për Gjenin dhe Xhekun, nuk kishte më net pa gjumë, në pritje të ndonjë telefonate që do t'u jepte shpresë. Natani ishte në shtëpi i gjallë, por gjithçka nuk ishte më si më parë. Disa gjëra ishin të vështira për t'u rikuperuar. "Mami, a mund të më thuash përsëri për ditën kur linda?" e pyeti një natë, ndërsa të dy po qëndronin në kuzhinë duke ndarë një tas me akullore. Gjeni i kishte treguar atë histori 10 herë, por çdo herë rrëfente ndryshe, me më shumë ndjenjë, me më shumë dhimbje dhe falënderim që ai ishte aty për ta ndëgjuar. "Ti nuk qaje fare kur dole," i tha ajo. "Vetëm më shikoje, si të më njihnje që atëherë." Natan buzëqeshi, por tani kishte filluar të buzëqeshte më shpesh. Natan duhej të mësonte gjithçka nga e para, të kuptonte se kush ishin të afërmit e tij, të mbante me emrat e kushërive, të mësohej me shtëpinë që dikur kishte qenë e tija, por që nuk e mbante mend më. Në fillim, kishte frikë të ecte vetëm në përdhom, kishte frikë nga zhurmat e natës, nga mungesa e gruas që kishte rritur, sa do e shtrembër të kishte qenë dashuria e saj. "A është në burg tani?" pyeste her pas here, dhe Gjeni nuk gënjente, e shikonte me sy dhe thoshte: "Po, dhe ti nuk ke më pse të kesh frikë, asnjëherë më." Psikologu që ndihmoi në kthimin emocional të Natanit tha se djali kishte shenja të thella traume, por kishte edhe një forcë e jashtëzakonshme për të rigjetur veten. Mendim, dashuri dhe kohë, ai mund të ndërtonte një jetë të re, një jetë të vërtetë. Në një moment shumë emocional, Natani hyri në dhomën e nënës me një fletë në dorë. "Shiko çfarë bëra në shkollë sot," tha. Ishte një detyrë ku nxënësi duhet të shkruanin një paragraf me titullin "Shtëpia ime." Gjeni e lexoi me zë të lartë. "Shtëpia ime nuk është një vend. Është zëri i mamas që më zgjon në mëngjes. Është aroma e biskotave që piqen në mbrëmje. Shtëpia ime është aty ku e di që jam i dashur, edhe nëse nuk jam perfekt. Dhe më në fund, jam kthyer në shtëpi." Gjeni qau këtë herë jo nga dhimbja, por nga krenaria. Djali i saj që dikur ishte një fantazme e humbur, tani po rilinte, po jetonte. Vitet kaluan, Natani u rrit, flokët i kishte ende me ande të buta si fëmijë, por syt i kishte marrë një pjekuri që vetëm jeta mund të jepte. Tani ishte adoleshent, i sigurt, i dashur nga shokët, i admiruar për guximin dhe historinë e tij që kishte frymëzuar shumë. Por në një pasdite të qetë pranvere, ndërsa rinte në verandë, shkroi një letër që nuk do të dërgoj kur, por që i duhej shpirtit të tij. "E dashura Dora, nuk e di nëse do të quaj mami ndonjëherë. Mbase do ta bëja, nëse do më kishe dashur ndryshe. Po ta kisha njohur të vërtetën që në fillim. Por tani e kuptoj që ishe një grua e humbur, që kërkoje dashurinë në mënyrën më të gabuar. E kuptoj që doje të isha i joti, sepse kishe humbur gjithçka tjetër, por nuk isha i joti dhe s'mund të isha kur. Kam mësuar të mos urrej, sepse urrejtja më lidhte me ty. Tani jam i lirë. Mësoj çdo ditë të dua prindërit e mi të vërtet, të fal për gjithçka, jo për ty, por për veten time, sepse dua të jem i lumtur, dua të jem i lirë. Nëse një ditë e lexon këtë, shpresoj ta kuptosh se më ke humbur jo sepse të morën, por sepse kur nuk më kishe vërtet." Pas asaj letre, Natan e ndjeu veten ndryshe, si të kishte hequr një peshë që nuk e dinte se po e mbante me vete. Fshiu letrën me duar që i dridheshin, por në shpirtin e tij ajo ishte e shkruar për jetë. Sot, Natan është një zë i fuqishëm për fëmijët e humbur.
merr pjesë në kampanja ndërgjegjësimi, flet në shkolla, organizon takime dhe shpesh mban një medalion të vogël me fotografinë e tij kur ishte 3 vjeç, si kujtim i një jete që mund të ishte zhdukur për gjithmonë. Në një nga fjalimet e tij, tha: "Unë jam provë se shpresa nuk vdes, se dashuria e një nëne nuk ndalet, edhe nëse kalojnë vite pa përgjigje. Prindrit e mi nuk ndaluan kur së më kërkuari, dhe fal tyre, unë jam gjallë." Historia e Natanit dhe e prindërve të tij Xhenit dhe Xhekut nuk është thjesht një rikthim, është një ringjallje. Një dëshmi se dashuria e vërtet mund të mbijetojë edhe përballë tragjedive më të mëdha. Dhe për çdo fëmijë që është ende i humbur diku, kjo histori është një dritë që thotë: mos hiq dorë.